Shumë prej nesh të ditë lexojnë Kur'an, fokusohen në leximin e Kur'anit dhe në leximin e kuptimit të fjalëve të Kur'anit. E kjo është e duhur. Por kur lexojmë në Kur'an, do të shikosh që Zoti i gjithësisë në disa ajete flet për mëshirë, flet për xhenetin, flet për shpërblimin që marrin ata të cilët besojnë, ata të cilët bëjnë vepra të mira. Nga ana tjetër, do të lexosh ajete ku Zoti i gjithësisë flet për dënimin, flet për zjarrin e xhenetit, flet për dënimin të cilët do ta marrin ata të cilët e mohojnë Allahun e Persuar, i kundërshtojnë urdhrat e Zotit të gjithësisë. Në botën tjetër, ndajse të njerëzit do të jenë tre grupe. Një grup do të hyjë në xhenet pa hesab, pa llogari. Zoti na përpjekë. Grupi i dytë do të jenë ata të cilët kanë qenë besimtar, por kanë qenë gjunafçar. Nuk i kanë zbatuar të gjithë urdhrat e Zotit të gjithësisë. E këta ka vepra që do të hyjnë të përjetojnë një kohë, një afat për dënimin në zjarrin e xhenetit. Ku do të thuajnë dënimin e mëkateve dhe kundërshtimit që i ka bërë marrë. Dhe në fund do të dalin tek lumbi i jetës, e aty do të ripërtërihen trupat e tyre, më pas do të hyjnë në xhenet. Dërsa grupi i tretë janë mohuesit, ata që kanë mohuar, ata që s'kan dashur me ditë për gjykimit, ata që s'kan dashur me ditë se ka pejgamber, ata që s'kan dashur me ditë ose i kanë qenë urdhrat e Zotit, por janë tallë, i kanë refuzuar. E këta do të jenë përhershëm në zjarrin e xhenetit Zotit të gjithësisë. Besimtari patjetër vazhdimisht i lutet Zotit që të dhe përpiqet që të jetë ai grupi i parë që hyn në xhenet pa hesab, pa llogari. E kjo është mirësia më e madhe. Mirësi të cilën e kanë kërkuar në ngulmin profetët e Zotit. E na kanë mësuar edhe ne që na punu pikërisht për këtë gjë. Se ne dim fare që në ditën e gjykimit do të merret ai njeriu i cili nuk ka parë keq ndonjëherë në sy. Do të merret dhe do të shtyhet një herë në zjarrin e xhenetit. Edhe do të pyetet pastaj a ke pa ndonjëherë mirësi? Do thotë jo asnjëherë, se xheneti është i kokë. E do të merret njeriu që ka thënë mos shëndet në dynjë. Do të futet një herë në xhenet. E do të pyetet tha ke pa ndonjëherë keq në sy? Thotë asnjëherë, se nga mirësia e madhe që gjendet në xhenet. Profeti i Zotit Ibrahim alayhis salam ju lut Allahun të lartësuar. E përmend Zotin Kur'an. Rabbi ij'alni wa baniya an na'budu al-asnam. O Zot, më shmat mu, ruaj mu dhe fëmijët e mi dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve. Innahunna adlalna kathiran min an-nas. Ato i idhujt për ato shkak që kanë devijuar shumë njerëz. Por besimtari mediton pak. Ky që po e bën këtë nuk e kush është. Është Ibrahimi alayhis salam. Është njëri prej profetëve më të zgjedhur të Allahut të lartësuar. Është njëri që i bëri ballë i dhëntarëve që ishin të rini. Pra që të thyu, idhuj, putat e tyre. Imagjinoni ky profet, ky njeri i zgjedhur, i dashur i Allahut, i lutej Zotit, kishte frikë nga idhujtaria. Kishte frikë mos binte, mos devijonte prej rrugës së vërtetë. E i lutej Allahun që ta mbante në rrugën e drejtë, pra mos binte në idhujtari. Dhe thonë dietarët, kush është ai njeri që e ka të sigurt me shëndru rrugë të drejtë pas Ibrahimit alayhis salam. Prandaj besimtari duhet kapet fort mbas shkaqeve që na bojnë të jemi të shëndrueshëm në rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. E patjetër, ti lutet Zotit vazhdimisht që deri në ditën e fundit me shanë të këtu. Imam Ahmedi ishte momentet e fundit të jetës tij. Edhe e dëgjoi po përshpëriste, jo akoma.
Po I herë përmendej një herë jo, pra ishte në momentet e fundit. E pyetën ai Imamit, çfarë është kjo akoma, jo akoma. Sa më shpaq shëjtan. E tha, o Imam më shpëton. Dike. Sa I thash jo akoma, se s'kishte të jetë, se kishte të sigurt akoma. Edhe si Zoti I Gjithësisë, që të na bëj tjetër që në kushën rrugën e Zotit. Na mësoj që në botën tjetër për atij rrugë të parë, që në internet, pa llogari, Allah